Kryeministri në ikje përdor shprehjen mbetje e pariciklueshme për të etiketuar çdo që mendon ndryshe. E vërteta është kjo. Mjetja më e pariciklueshme është pikërisht kjo mënyrë qeverisje që për 12 vite ka ricikluar mashtrimet, premtimet e pambajtura dhe projektet 3D. Shkodra nuk ka nevojë për premtime të ricikluara, ka nevojë për një drejtim të ri, të ndershëm dhe me rezultate konkrete. Qytetarët e Shkodrës janë dëshmitarë të një tjetër vale premtimesh elektorale të stërkonsumuara nga qeveria socialiste. Kandidatët e Ramës dhe ai vetë flasin për Shkodrën 2030 me autostrada dhe hekurulla. Tu flasë shkodranëve për rrugë, kur vetëm një ditë më parë ata bën 4 orë për të arritur në Tiranë, për të ndjekur ekipin e tyre të zemrës vllaznin, është tallje cinike. Le të flasim për projektet mallore të rilindjes. Autostrada Adriatico-Joniane, një projekt në letra dhe me ritme qesharake. Segmenti Thuman-Kashar nuk ka Shkodër. Segmenti që i takon drejt për drejt Shkodrës, Moriqan-Balltren, nuk ka filluar dhe është ende në projekt të financuar nga Bashkimi Evropian. Premtohet një urmë mbi Bunë dhe një bypass lindor i Shkodrës, por qytetarët presin prej 10 vitesh rehabilitimin e urës ekzistuese. Bypassi lindor është përmendur që në vitin 2017 pas 1 metër të ndërtuar deri sot. Hekurulla Vor Shkodër Hanihotit, një tjetër iluzion dhe me afat pas zgjedhjeve. Projekti është miratuar në parim nga Bersh, që prej vitit 2021, por ende nuk ka nisur ndërtimi as në Vor, as në Shkodër. Premtimi fillon brenda vitit është përsëritur për të tretin vit radhazi. Hekurulla Shkodër Gjakov, një tjetër propagandë rajonale pa asnjë datë ndërtimi. Nuk ekziston asnjë marrëveshje zyrtare për financimin dhe ndërtimin e këtij projekti, por vetëm një ceremoni e pasqyruar në rrjetet sociale. Le të flasim për bilancin real. Shkodra është qyteti i lanë pas dore. Papunësia në Shkodër është një ndër më të lartat në vend. Të rinjt largohen çdo ditë, asnjë park industrial, asnjë investim serioz për eksport, asnjë përkrahje për bujqësinë apo turizmin në zonat malore. Investimet e mëdha të përmendura nuk janë as në buxhetin e vitit 2025, as në planin kombëtar të investimeve të publikuara nga vetë qeveria. Me Partinë Demokratike në pushtet, Shkodra ka përfituar 3 fish më shumë investime se në qeverisjen e Partisë Socialiste. Shkodra me Partinë Demokratike ka patur një buxhet rreth 285 milion euro, me investime në infrastrukturë rrugore, institucione arsimore e shëndetësore dhe infrastrukturë bujqësore dhe argjinatura. Ndërkohë, në 12 vite qeverisjes Partisë Socialiste kemi vetëm 89 milion euro të realizuara dhe vetëm 37 milion euro që po zbatohen në vazhdim, duke mos arritur përfundimin e projekteve gjatë këtij mandati qeverisës. Partia Demokratike është garanci për vazhdimin e investimeve dhe zhvillimin e projekteve të reja në infrastrukturë dhe energjitizimin e ekonomisë lokale, arsimit, shëndetësisë dhe bujqësisë. Shkodranët dhe shqiptarët do të dinë bëjnë dallimin me 11 maj, mes projekteve reale për Shkodrën dhe Shqipërinë mallështore dhe projekteve që mbesin vetëm në 3D.